Edhe pse kanë kaluar më shumë se 3 javë, duket se lufta në lindjen e mesme nuk po shkon drejt një fundi. Për të folur mbi situatën atje dhe dinamikat e kësaj lufte, kam të ftuar në një lidhje direkte Spartak Topollaj, ish ambasadori jonë në Egjipt. Zoti Topollaj, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Ambasador, mund të më thoni si po shkon lufta në lindjen e mesme dhe a ishte kjo ajo çfarë kishin pritur SBA dhe Izrael në momentin që e nisën këtë luftë? Duhet thënë që në krye të herës që parashikimi të paktën nga presidenti Trump edhe nga qeveria e Shtetit të Bashkuara të Amerikës ishte që lufta nuk do të zgjaste. Dhe Irani e thënë kështu më thjesht do të dorëzohej. Mirë po, deri tani nuk ka ndodhur. Është e vërtetë që është eliminuar pothuajse tërë kasta politiko shtetëroro religionare e Iranit, përfshi edhe liderin suprem Ali Hossein Khamenei, por edhe 48 të tjerë deri për dje dhe dje u bën 50 nga këta, përfshi Laridxhanin edhe Soleimanin e dytë, se një Soleimani është vrarë që në qershor, generali i famshëm, dhe askush nuk po e kupton se kush po e udhëheq Iranin, sepse edhe për vetë Khamenein thuhet që i ndodhur në kopshtin ku kishte dalë për një shëtitje të pallatit të tij, në momentin që rreth orës 09:32 minuta shpërtheu raketa që vrau baban e tij, vrau nënën që vdiq pak më vonë, po u plagos rënd, motrën, dhëndrin, besën e të gjithë ata që u vranë në atë sulm të parë mbi pallatin presidencial, rezidencën e Ali Khameneit. Ky shpëtoi, por mendohet që ka shpëtuar, si thuhesh, përgjysëm. Ka bërë amputacion, të paktën për njërën këmbë, disa thonë të dyja, është plagosur edhe në krah e në shpatull, pastaj prap nga burime të denja për të besuar, por saktësia absolute e tyre deri tani nuk është vërtetuar. Burimet janë serioze, që e kanë transportuar me një avion special në Moskë, avion ambulancë, kuptohet. Dhe fakti që nuk ka dalë me figurë, aq më pak, bile edhe me zë nuk ka dalë, po vetëm me shkrim, çka është shumë e mundur që ta ketë bërë dhe dikush tjetër. Pasi mendohet që është në koma, bile në koma të thellë dhe s'ka si të flasit që t'ja japi dikujt që shkruan. Megjithatë, fakti është që Irani po reziston. Kjo tregon se pas ka pasur një mbrojtje të fuqishme, të imagjinosh tani që bombardohet me të gjitha format, me raketa, me avionat F-35, deri me raketa balistike, me armë nga aeroplan mbajtëse, nga anije destrojere dhe anije tjera luftarake. Por, në territorin iranian, ende nuk është ulur asnjë ushtar, as amerikan, as izraelit. Nga ana tjetër, Irani është kundërpërgjigjur me sa mundësi dhe fuqi ka patur, me gjithë eliminimin, ekzekutimin më saktë të udhëheqësisë së tij shtetërore, ushtarake, politike dhe fetare, dhe ka bërë dhe ai disa dëme, në mënyrë të veçantë në Izrael, ku kanë mbritur vërtet shumë të rralla, por kanë arritur të kapin deri Tel Avivin dhe disa rajone kufitare aty. Gjithashtu janë sulmuar baza amerikane, pa dëme të mëdha, përjashton një avion aerotransportues C-35, 135 ose 130, pilotët e cilit
thuhet që u vranë të 6, për 4 është e sigurt, dhe se gjithsej numri i të vrarëve amerikan nuk i ka kaluar 20-ën. Por fakti është që ata kanë bërë rezistencë dhe janë kundërpërgjigjur. Akoma më e rëndë konsiderohet jo sulmi ndaj bazave amerikane dhe Izraelit, por Irani në atë zemëratën e madhe edhe ndaj fqinjve të tij paqësor që me Iranin kanë pasur marrëdhënie normale dhe janë fqinj aty, përfshi Emiratet, Bahreinin, Omanin, deri dhe Saudin, Arabinë Saudite, pra Kuwaitin, Katarin. Ai ka qelluar, ka goditur me raketa dhe ka bërë dëme. Jo më larg se dje është bombarduar kompleksi i kombinatit më të madh të gazit në botë, që ndodhet në Katar. Dhe është shumë e rrezikshme sepse gazi dihet që është shumë më shpërthyes edhe se vetë karburantet e lëngshme. Por dëmi nuk ka qenë një përmasë të mëdha, çuditërisht deri tani thuhet që një pjesë e madhe e këtij kombinati të përpunimit të gazit dhe të eksportit të tij ka shpëtuar. Se si po zhvillohen ngjarjet, se nga ora në orë ka zhvillime, qendrat e lëshimit të raketave janë goditur sepse sekretari amerikan i shtetit, pra shefi i Pentagonit Hegseth, thotë që kemi goditur rreth 7.000 qendra, është një numër jashtëzakonisht i madh. Pra, duke llogaritur që Irani është një shtet me përmasa të mëdha edhe gjeografikisht, pra, në sipërfaqe me 1.648.000 km², është 3 herë Franca. Dhe me popullsinë që po e afrohet i 100 milionshit, 93 milion janë të sigurt. Pra është një shtet i madh, por pas ka qenë dhe super i armatosur dhe i fortifikuar në tunele, në male, në bazat veta, dhe po vazhdon, jo vetëm po reziston, jashtë atij parashikimit që në fillim thash unë mendua dhe nga vetë presidenti Trump u deklarua që nuk do zgjas shumë, por sot bile është goditur edhe një nga avionet më të sofistikuar i gjeneratës fundit, F-35, por që vetëm është goditur dhe piloti ka arritur ta ulë avionin në një bazë amerikane dhe vetë të shpëtojë. Por është goditur. Ata konsiderohen të pagoditshëm se kanë një mbrojtje të jashtëzakonshme me një tip kupole që është bashkëshoqëruese e avionit me gjitha të shpejtësi të madhe që i tregon rreziqet dhe që ai sposton raketat që e godasin, që janë nisur për ta goditur. Megjithatë, do të qellojë patjetër që njëra nga raketat edhe të mbërrijë dhe ta dëmtoj. Por fakti është që nuk është rrëzuar, është ulur, bile i jepesht edhe emrin, mos gabohem, Hawkins, piloti, kapitenit Hawkins. Tani, kjo luftë mori të tilla përmasa. Ndoshta doli pak edhe nga parashikimi. Këtu s'kemi të bëjmë me Venezuelën, që e kapën si krap në liqen presidentin Maduro. Dhe ja bën shumë mirë se dhe ai ishte bërë një krye trafikant i kokainës edhe drogave të tjera të bandave në Venezuelë. Një marksist-leninist me fjalë dhe një mafioz me vepra. Në Iran qëndron ndryshe puna sepse atje udhëheqin liderët shpirtëror, ajatollahët pra, siç ishte rasti i Ajatollah Khomeini dhe pastaj Ali Khameneit, që qeverisi për rreth nga 79-a erdhi Khomeini, deri në 89-ën ishte ai, pra 10 vjet e pruri Franca na e bëri dhuratë peshqesh pra. Ajatollah Khomeini, se dihet që ishte regjimi i mbretit Reza, i Shahut, Reza Shah Pahlavi, dhe mbas 10 vjetësh të Khomeinit, 79-89, erdhi Ali Khamenei, që i bie gjithsej 36-37 vjet në sundim. Regjim totalitar, diktatorial, autokratik, si të duash mund ta quash, dhe ekstremist religionar, ku njerëzit janë dënuar deri dhe me vdekje për shkelje të traditës, qoftë edhe në pamje, në veshje, në
në shumë veprime që janë krejt normale në botën e qytetëruar, atje janë ekzekutuar. Madje janë ekzekutuar dhe femra shumë. Dhe Irani mbetet një nga shtetet me numrin më të madh të dënuarve me vdekje. Pikërisht për këto, se për arsye politike nuk diskutohet. Tash i dihet që pati një luftë të mëparshme. Amerikanët bën një krehje ku goditën pak a shumë rënd këto bazat dhe reaktorët ku përgatitej të prodhojë bomba atomike, për cilën Irani ka vite që punon dhe synon. Pastaj ra një si lloj qetësie dhe tani, domethënë 3 javë më parë, filloi sulmi i fuqishëm amerikano-izraelit ose izraelito-amerikan. Ambasador, ju në Dhe fakt po vazhdon kjo situatë. ju në fakt bët një pasqyrim të gjithë situatës atje, madje duke nënvizuar që pothuajse gjithë kupola drejtuese e Iranit është eliminuar. Por në fakt kush po e drejtoi Iranin? Se jo më larg se para 2 ditësh u ekzekutua dhe kreu i sigurisë kombëtare, një personazh mjaft i njohur dhe një personazh Ali Larijani. Po, ur lidhse mes gardës revolucionare, mes Kinës dhe Rusisë, mes po themi perëndimit, ka qenë një personazh me mjaft pushtet atje. E ndërkohë edhe ju fol edhe për djalin Mustafa Khamenei, i cili mund të jetë në koma, por në vetvete kush po i merr këtë iniciativë për të goditur qoftë edhe Izraelin, por qoftë bazat amerikane, qoftë edhe vendet fqinje të Iranit. Po, të kuptove shumë mirë. Tani të thuash që ata nuk kanë qenë të përgatitur për diçka të tillë, nuk mund ta thuash. Në fakti tregoj që ata pak a shumë e dinin dhe e prisnin këtë sulm. Amerikano-izraelit ose izraelito-amerikan. Dhe pse janë goditur dhe janë ekzekutuar, janë eliminuar fizikisht pjesa kryesore e udhëheqësisë, qoftë kjo politike, shtetërore dhe fetare, ku kanë rol të madh këto ajatollahët dhe krerët e klerit, shiit, islamik, fundamentalist, ekstremist, prapë ata po rezistojnë. Tani ka një organizim Irani që pak a shumë nuk është thënë i sakt nga analistë të ndryshëm. Irani, siç është Amerika vetë, e ndarë në 51-52 shtete sa bëhen tani, edhe Irani është i ndarë në këto provinca dhe provincat kanë një lloj organizimi dhe autonomie, nga e cila ata marrin vendime dhe veprojnë, dhe mund të themi që të tillë ka kudo në provinca që janë lider të provincave të ndryshme, po janë provinca me nga 7-8 milion, me nga 10 milion, se vetë Irani thash po shkon ke 100 milionshi. Dhe kanë armatimin, kanë mbrojtjen, kanë dhe aftësinë për të goditur, për të sulmuar me raketa objektivin dhe me raketa me rrezet shkurtër, me rrezet mesme, por dhe me rrezet gjatë, balistike pra veprimi. Dhe fakti që kanë mbritur deri në Izrael, në Qipro, në Arabi, se ato janë edhe pak më afër, Emirate, Bahreini, Omani, Kuwaiti, Katari, të gjithë po goditen dhe kjo tregon se ata ende kanë forcë. Edhe pse presidenti Trump deklaroi që kemi shkatruar 85% të forcës ajrore, pra të flotës ajrore ushtarake, luftarake, prap ata po sulmojnë. Po kështu ata kanë bllokuar ngushticën e Hormuzit. Plus që kanë minuar, po dhe kanë bllokuar dhe kanë deklaruar që të gjithë ata që janë për krah koalicionit me Amerikën dhe Izraelin, do të konsiderohen armiq një lloj dhe do të goditen në rënd. Dhe janë qindra e mira anije, tankera gjigant, cisterna të ngarkuara me naftë, të cilat duhet kalojnë në ngushticën e Hormuzit, që është bërë tani, si thosh, epiqendra e ngjarjeve botërore. Dhe të shikojmë se si do zhvillohen ngjarjet, se nuk është e lehtë. Aty kalon 20% e gjithë naftës së botës. Kina dhe India marrin nga 50 deri 60%
të karburanteve që konsumojnë, nga kjo naftë që kalon, ka këto karburante që kalojnë nga kjo ngushticë, pra janë shumë të interesuar. Kina ka mbajtur një qëndrim të kujdesshëm në aparencë. Edhe presidenti Xi Jinping, po dhe udhëheqësia edhe kryeministri edhe të tjerët janë munduar të jenë të kujdesshëm bile në një farë mënyrë kërkojnë që të bëjnë edhe ndërmjetësi, negociatori në mes Amerikës dhe Izraelit nga njëra anë dhe Iranit nga ana tjetër. Po kështu dhe Rusia, se dhe ajo ka probleme të mëdha, nëse Irani shkon ashtu siç parashikojnë amerikanët dhe presidenti Trump, natyrisht Rusia paguan kosto të mëdha. Dhe të shikojmë se si do zhvillohen ngjarjet, nuk mund të bësh kompetentin dhe analistin e formës përfundimtare dhe përcaktimit përfundimtar se si do të shkojnë punë dhe si do të jetë fati i Iranit. Por një gjë dihet që regjimit po i vjen fundi, është e pamundur që ai të rezistojë. Edhe nëse nuk hyet me trupa tokësor, këto bombardime të rënda të gjithë bazave edhe deri dhe në brendësi të Teheranit, të pallateve presidenciale, të rezidencave, të liderëve etj, kanë domethënie të qartë. Duhet shtuar patjetër që rezistenca e Iranit do të ketë një kufi, sepse është e pamundur t'i bëj ballë bombardimeve të gjithë formave nga ana e Shtetit Bashkuar dhe Izraelit. Sa do shkoj, sa do zgjas, shenjat janë që edhe pak do të zgjas. Unë mendoj që nuk është e lehtë, ata do të rezistojnë, por në fundit do dorëzohen. Në ç'kuptim? kuptim? A do dorëzohen për të bërë një marrëveshje që Trumpi thotë nuk e duam fare, s'ma ka qefi as pak të bëj marrëveshje me Iranin, me këtë shtet. Ai është për një zgjidhje siç nisi me protestat e para një muaji, ku u vran të paktën zyrtarisht, u pranuan fillim 3600, pastaj 7200, pastaj thuhet deri në 50000 të vrarë. Dhe urrëtia që është akumuluar nga populli dhe nga opozita është e madhe. Fakti është që një opozitë iraniane ndodhet edhe në Shqipëri, dhe kjo na ka bërë ne interesant në kuptimin global. Për faktin se ne po mbajmë një pjesë të mirë të opozitës iraniane, të mekut, siç quhet në mans, që është një veprim për mendimin tim shumë i drejtë, për të shpëtuar jo vetëm jetë njerëzish thjesht, po për të shpëtuar dhe një opozitë të fortë iraniane që mendohet që nesër të vinë pushtet dhe të përpiqet për ta demokratizuar këtë shtet autarqik, këtë shtet ku shëndon autokracia politiko-religionare e ajatollahëve. Dhe mbajtja e tyre në mans është një gjest edhe humanitar i kombit shqiptar, që në histori jemi dalluar për t'i mbajtur. Ne jemi ata që mbajtëm hebrejt dhe nuk i denoncuam, por ne mbajtëm dhe mira ushtar italian mbas kapitullimit të Italisë fashiste në 43. U mbajtën nga shqiptarët e varfër në shtëpitë e tyre si djemtë e tyre, edhe pse ishin ushtar pushtues deri si thua një ditë më parë. Pra ne kemi dhënë prova dhe për mendimin tim kjo është një gjë shumë e mirë. Irani në shenjë hakmarrje, sepse të formës së prerë nuk mund ta themi, është edhe sulmuesi dhe hakeruesi i sistemit kibernetik shqiptar. Një lojë që është shumë e rrezikshme sepse aty ndodhen të dhënat e gjithë shtetëve shqiptar. Dhe kohët e fundit, para pak ditësh u sulmua dhe adresa elektronike e kuvendit të Shqipërisë. Gjithashtu dhe kjo është shumë e rrezikshme dhe natyrisht me kosto. Por në fundit deri këtu, a do guxoj Irani të bëj në i gabim fatal të nisi në i raket drejt Shqipërisë po mbritën? Unë them jo. Aq më tepër se ata e dinë që Shqipëria është që nga 2010 pjesë e traktatit më të madh ushtarak o politik në botë, NATO-s. Dhe nuk është e lehtë. Por nuk përjashtohet asgjë tani në këtë tërbimin, dëshpërimin dhe agonin ku ndodhen ajatollahët, në këtë çoroditje të madhe,
dhe në grahmat e fundit ata mund të ndërmarrin edhe në një veprim të tillë. Amerika synon edhe Izraeli më shumë të sjellë në pushtet mundësisht djalin e shahut të Iranit, i cili ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me idenë që vërtet ai është djali i shahut që sundoi për një kohë të gjatë. Duhet ta dish që ai ishte i martuar me mbretëreshën Fauzia, motrën e mbretit Faruk dhe vajzën e mbretit Fuad, shqiptaren e dinastisë së 10 të Mehmet Ali Pashës që sundoi Egjiptin nga 1805 deri 1952, kur një grup shteti i kolonelëve të ushtrisë me nxitjen sovjetike dhe Stalinit që ishte gjallë në korrik të 52-shit, kryesuar nga generali Nagib dhe nga kolonelët Nasser, Sadat, Ahmer, feldmareshalli Ahmer, edhe Mubaraku i ri në atë kohë, pra vendosën përmbysjen e mbretit Faruk, i cili ishte në ekzil në atë periudhë në Itali, nuk lejuan kthimin e tij dhe në 65-ën, pastaj, kjo ndodhi në 52-shin, e helmuan në Rom, gjatë kohës që po drekonte në një hotel luksoz me 5 yje. Bashortja e tij shqiptare, Fauzia, mbretëresha më e bukur e gjithë kohërave, u divorcua, që kur shahu ishte në pushtet, ai u martua me një tjetër dhe me Fauzian kishte vetëm një vajzë, ndërsa me gruan e dytë kishte 2 djemë. Njëri nga cilët është edhe kandidat për të rikthyer nëse do mundet dhe nëse do gëzoj për krahje. Duhet thënë që regjimi i shahut kishte një arsye të fortë për të qenë i kundërshtuar nga populli dhe nga opozita iraniane, sepse kishte një shërbim sekret jashtëzakonisht negativ. Një modeli i shërbimeve sekrete të vendeve ekstremiste, diktatoriale, SAVAK quhej shërbimi sekret. Por në jetën e përditshme, iranianët kishin një liberalizëm, vetëm politikisht, si thosh, nuk pranohet ishe kundër shahut, ndërsa në jetën e përditshme, në etikën, estetikën, në veshjet, në këngët, në muzikën, në filmat, në këto ishin pothuajse Europë. Por e dëmtoi rënd shumë shtypja politike e SAVAK-ut ndaj liderëve përparimtar. Bile ishte krijuar në 50 vitet, gjysmën e parë të viteve 50, arriti të fitojë dhe qeveria demokratike e kryeministit Mohammad Mossadegh. Pastaj ai u përbys, u dënua me vdekje, dënimi me vdekje ju fal nga shahu, u kthye në burgim, por jetoi deri nga fundi i viteve 60, në mos gabohem, në 67 ka ndruar jetë. Këto kanë qenë zhvillimet. Irani ka qenë objekt dhe është objekt për shkak të shumë pasurive që ka, por në mënyrë të veçantë të naftës, që ndoshta është vendi i tretë në botë për nga rezervat e naftës, të gazit, të uraniumit. Madje unë kisha ndërmend këtë ditë të bëja edhe një shkrim me titull Irani, Teherani dhe urani, si pika kryesore bashkë me naftën. Gjithashtu, shquhet dhe për sasinë e madhe të rezervave të arit, të perlave në Gjirin Persik, peshkimin e ka shumë të zhvilluar dhe mbi të gjitha Irani njihet për kapjen dhe përpunimin e vezëve të peshkut, e havjarit. Është më i famshëm në botë havjari iranian, i ziu dhe ky tjetër. Pra, ka shumë pasuri dhe është lakmuar. Qysh herët British Oil Company, e British Petroleum, e tjera, synonin naftën e Iranit. Prandaj edhe janë bërë lufta, revolucione, kryengritje, derisa përmbysën shahun, erdhi, siç tham, Khomeini, i cili
futi këtë frymën ekstreme të shiitëve islamik për të zbatuar rregullat që të paktën Kurani dhe profeti Muhamet nuk i kanë thënë e nuk i kanë shkruar kurrë. Po këta janë modifikime për qëllime pushteti, për trullosjen e njerëzve. Disa përdorin shprehjen për trushplarjen e njerëzve. Unë nuk e pranoj këtë. Unë i qëndroj pikpamjes, më duket se e kam thënë edhe një herë te ju që nuk ka trushplar, sepse trut nuk janë dresa që lahen dhe shplahen. Tru o ke o nuk ke. Dhe ata njerëz që ndjekin këto rite ekstremiste, religionare, të papranueshme për qenie njerëzore, dhe mos harro, Irani është një nga shtetet ku bota dhe qytetërimi botror ka njohur hapat e para të zhvillimit, kultura, historia, civilizimi, deri kur mbriti kulmin me perandorinë persiane të Darit, Xerxit, Kirit e me radhë. Pra, ky Iran me këtë histori, para shumë shteteve tjera edhe popujve tjerë e fisëve tjerë që s'ekzistonin, ky tash është ka të ndisur në këtë ekstremizëm religionar dhe me pasoja shumë të rënda. Ambasador, ka pasur solli pastaj revoltat popullore dhe shtypjen egërësisht të tyre dhe solli dhe vetë luftën që po bëhet aktualisht. Urdhë. Ambasador, edhe në Amerikë nuk është se situata është mjaft unifikuese lidhur me qëndrimin ndaj luftës në Iran, ku jo më larg se ditën e djeshme, drejtori i qendrës kundër terrorizmit dha dorëshën duke theksuar se Irani nuk përbënte kërcënim ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Madje janë shtuar dhe zërat që kanë qenë kundër kësaj lufte. A besoni që ishte e nevojshme dhe e domosdoshme që Shtetet Bashkuara të Amerikës të futeshin në një luftë ndaj Iranit dhe a mund ta kryente luftën vetëm Izraeli? Së pari më duhet të them me qenë se e përmende për Kentin. Kenti është ky që sapo theti. Jack Kenti, po. Po. Unë mendoj që nuk ishte mirë që ai dha dorëheqjen. Në këto momente, në momente lufte, tash lufta ka filluar atje, pasojat e rënda kanë ndodhur, është vështirë të korrigjohen ca gjëra që kanë ndodhur, nuk thehen mbrapsht. Në këto momente nuk ishte mirë që ai të jepte dorëheqjen dhe të bëheshte kritik. Natyrisht politika ka kritikët e saj, sidomos krahut demokrat që janë kundërshtar të, që janë kundërshtar të republikanëve dhe të presidentit Trump, ato do ta ngrenë zërin në Kongres apo në Senat. Edhe qarqet tjera, sepse luftën tash të flasim jemi në 2026. Luftën nuk e do kurkush, e vriten djem nënash, vajza nënash, vriten fëmijë. Këtej dhe andej. Prandaj dhe bëjnë mirë që nuk e duan luftën. Por nga njëherë këto regjimet e tilla dhe diktatorët të detyrojnë. Po kujtoj sa për kuriozitet Rumaninë e 89-s. Quhen në një gjyq flesh rreth 2 orë të Ceaușescut dhe gruas tij dhe u ekzekutuan. Në rrethana tjera do bëhej gjyqi normal, mund të burgoseshin. Por në atë situatë ashtu dhe lufta i ka dhe ka pasoja të rënda në shkatërimin e jetës së njerëzve, në masakrat që bëhen, në rrënimin e rëndë të ekonomisë e pasoja tjera. Prandaj dhe në Amerikë, që është fuqia më e madhe demokratike e botës ose superfuqia e vetme ushtarako-politike, nuk është se s'ka kundërshti. Kundërshtime ka pas për luftën në Vietnam. Personalitetet më dha deri bokseri gjikant Cassius Clay refuzoi të shkojë ushtar në Vietnam. Do vritemi ne thot për Vietnamin. Vietnami mijëra kilometra larg atje. Se çpuni prishte Amerikës asaj kohe, ishin presidentët Eisenhower e Kennedy me radhë. Pra, kështu Johnsonin në fund. Kështu ndodhi. Edhe kjo situatë nuk është se mund të pëlqejet nga populli. S'ka si të pëlqejet. Por dhe shumë politikanë, sidomos se Majta që kundërshton, se një lloj shpirti gjysmë aventurieri do ta pranojmë ne, ka Trumpi. Se dhe skenari që u luajt me Venezuelën ishte skenar filmësh.
Aty ashtu kemi parë vetëm nëpër filma ne, që rrëmbehet presidenti, kipet në helikopter, na një edhe shkon atje ku shkoj, e ku është edhe sot e kësaj dite. Dhe që e meritonte, ai e meritonte, se kështu e ka ta ndis Venezuelën me regjimin e tij. Po keq është situata edhe në Kubë atje. Varfëri e madhe, mungesë e theksuar energji elektrike, 4 orë në ditë kanë energji, radhë e madhe për ushqime, janë boshatisur supermarketet dhe dyqanet, dhe ata po bëjnë përpjekje të negociojnë me SBA-n, mos psojnë fatin e Venezuelës, mos them të Iranit. Disa herë indirekt apo direkt Trumpi e ka thënë që edhe Kuba afër e ka, rreth kokës e ka. Shikojmë se si do zhvillohen ngjarjet. Por t'i rikthehemi për ta mbyllur, mendoj unë, edhe një herë Irani. Duhet bërë një zgjidhje sa më shpejt. Këta lider ekstremistë duhet ta kuptojnë që nuk çohet populli në kacapane, në thertore. Po vriten, deri tani janë vrarë, thuhet që janë vrarë mbi 2000 iranian, deri tani. Numri mund të jetë shumë i madh. Kaq jepet nga statistikat iraniane. Po kështu lufta është zgjeruar e Izraelit sidomos në Liban. Vërtet ai lufton Hezbollah, që është një organizatë terroriste, që edhe ne e shpallën. PS-ja bëri show në kuvend, ndërsa PD-ja bëri deklaratë që ne jemi dakord që Hezbollah është organizatë terroriste, siç është dhe Hamasi, por ne nuk jemi për të bërë show tani, se nuk është rradha e Shqipërisë, si jemi ne fuqi e rëndësishme, sepse Europa, edhe këtë duhet ta themi në mbyllje, Europa e kundërshtoi. Fuqitë e mëdha europiane, e nisi Spanja, por s'po e fusin të fuqitë e mëdha, po Gjermania, Britania, Franca dhe Italia, që ka qenë në raporte shumë të mira me Trumpin, kryeministja Meloni, edhe ato thanë ne nuk kemi luftë me Iranin. Kjo s'është lufta jonë, dhe as e NATO-s, s'ka pse të hyjë NATO. Pra, ka diçka që nuk shkon në këtë histori. Tani se si do zhvillohen ngjarjet, le të presim, do thosh ti dhe ata që na shohin e na dëgjojnë, në zotëri, pse ke dalë aty kur s'thua se ç'do ndodh. Pa, kjo duhet të jesh shumë naiv, të bësh kompetentin në konfliktet të këtyre përmasave. Ajo se si do zhvillohen ngjarjet e tregon koha. S'ka parashikim, në variantet mund të jenë 10. Tash të rrim të numërojmë në gjithë variantet që mund të ndodhin, kjo më duket se nuk shkon. Por ne, të paktën këtë e kemi dorë, të urojmë sa më shpejt të ketë një zgjidhje, vetë udhëheqësia, liderët, qofshin edhe ata fetarë ekstremistë që janë, të mendojnë për popullin e tyre, për vendin e tyre, të mos shkatërrohet ai shtet me histori mbi 7500 vjeçare, dhe ekonomia e atij vendi dhe ai popull të mos zhuritet. Po kështu edhe këta janë djemnënash të vetë luftar dhe ushtar amerikan, po kështu këto vendet fqinje si Arabia, Emiratet, Omani, Kuwaiti, Katari e tjera. Prandaj mendoj që gjëja më e mirë është urimi për të mbaruar sa më shpejt dhe për një zgjidhje paqësore të konfliktit, ose më saktë të luftës, se tash kjo po merr për masa dhe ka spostuar pak nga vëmendja dhe luftën 4 vjeçare që Rusia e autokratit Putin, një agresor i njohur ky, me luftrat në Çeçeni, në Krime etj përpara, prej 4 vjetësh, thatë do ta mbarojnë për 3 ditë, për 3 javë, për 3 muaj, kalon 3 vjet dhe tani kalon dhe 4 vjet. Dhe kanë ngecur në Lucat dhe në borën e Donbasit e Donetskut e atyre rajoneve që pretendon t'i marrë, me qenë se ka një popullsi ruse. Ajo ka qenë politike e Stalinit për t'i rusifikuar ish republikat socialiste sovjetike që përbënin BRSS-n, Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike, për ta lënë litarin jashtë varrit që nesër të ketë një motiv për t'i sulmuar e për t'i pushtuar e për t'i marrë këto, se gjoja u mohohen të drejtat dhe shtypen rusët që janë në këto republikat, çka s'është e vërtetë, sepse Ukraina ka shkuar shumë mirë me popullsinë ruse, pra dhe ukrainësit dhe rusët në një republikë kanë qenë mbi 50 vjet, s'ka ndodhur asgjë, me ardhjen e Putinit dhe me synimet e tij shovene për një sundim territoresh, e pushtim territoresh, sepse nuk duhet të harrojmë që ka 17.8 milion kilometra katror, shteti më i madh në botë, po thuaj 2 herë sa Amerika, 2 herë sa Kanadaja, 3 herë sa Brazili,
e tjere dhe kur që janë shtetet më të mëdha të botës, sa Kina 2 herë, kur vjen puna, ai përsëri kërkon luftra këto. Prandaj spostimi i vëmendjes nga konflikti në Ukrainë, ku filluan dhe gjoja bisedime dhe negociata për armë pushim dhe për paqe, tani u vështirësu puna se ka kush mendjen më atje vazhdon bombardon Putini, por dhe rusët, ata ukrainësit po mbrohen shumë mirë, por se si do shkojë dhe atje konflikti, të shikojmë. Këto ishin ato që desha të them, i nderuar, dhe duke mbyllur uroj mbarësi për ju, për mediat tuaj dhe për ne shqiptarët të gjithë, të kemi mbarësi, të mos bëjmë show, të bëjmë protagonistin, sepse këto janë mundësitë e Shqipërisë. Kryeministri jonë ka qef të pjesën mediatike, bilarin deri në një lloj servilosje që natyrisht nuk është e mirë, nuk është dinjitoze për personalitetin e një kryeministri, sepse ne e dimë që ai s'ka gjë pa thënë kundër Trumpit në investiturën e parë, kur u zgjedh president 2016-2020, e quajti fatkeqësi për Amerikën dhe fatkeqësi botërore. Tani përgjërohet për presidentin Trump. Natyrisht edhe demokratët janë përkundër, ne u gëzuam shumë që fitoi Trumpi republikan e djathtë amerikane, demokrate e tjere. Por demokratike, më thënë. Por show dhe kështu nxitime për të shku të parët në bordin e paqes, që e miratun të gjithë, apo për të shfaqur këtë dënimin e Iranit si shtet që sponsorizon terrorizmin dhe të këtyre, me këtë shpejtësi, sikur nuk na shkon ne të jemi të parët. Ne duhet presim gjykimin edhe të Europës, sepse duam të hyjmë në Europë. Apo i lutemi Europës, se po mundohemi t'i plotësojmë, po s'ke si t'i plotësosh kriteret, se kur mbron super të korruptuarën zëvendës kryeministre, të përmasave të paimagjinueshme në çdo shtet, kam frikë edhe në Afrikë, se shkok Afrika me Afrikën, edhe në Afrikë s'mund të ketë shtet kaq të korruptuar, qeveri kaq të korruptuar, ta mbrosh atë, mos i heqësh imunitetin, kur spaku që e krijove me aq bujë dhe që the disa herë, mbi 10 herë që ne nuk do mbrojmë askënd, kë do kërkoj spaku, ne do t'ja japim me një herë ta gjykoj, domethënë, t'i hiqet imuniteti çdo deputeti, kur vjen puna, me të tjerët ka ndodhur, përfshi edhe liderin e opozitës, Berishën. Mos themi për Ilir Metën që arrestuan si tjetë bandit, kryeministrin, presidentin, ish kryetarin e parlamentit, ish ministrin e jashtëm. E kur disur bukur, vendosur dhe kamera që ta shifnin për ta poshtru me arrestimin e tij. Apo edhe Fatmir Mediun, e tjere, që secili duhet përgjigjë për ato që ka bërë dhe sa ka bërë. Kushdo qoftë, unë jam për ato që dhe politikanët të gjykohen, edhe deputetët dhe ministrët të gjykohen. Me për këtu, pothuajse si ka gjetë asgjë, dhe për t'i dhënë fundin e fundit, të them dhe këtë. Edhe organet e drejtësisë kthehen shpeshherë në qesharak. Pse? Po si më e cilëson grup të strukturuar kriminal, s'kan lënë gjë pa bërë, aq më tepër me pushtet, edhe kanë abuzuar me pushtetin, që kanë bërë vjedhjen e korrupsionin, e tenderat, deri dhe eliminime kundërshtarësh, marrje penge tjetër, dhe kur vjen puna te dënimet, thotë u dënua me 4 vjet, i bie me gjykim të shkurtuar 2 vjet e gjysmë, dhe pastaj ky 2 vjet e gjysmë i konvertohet në 8 vjetor punë në komunitet. Ka më talli, domethënë nuk i preken milionat që kanë vjedhur, ti hanë ti pinë me gjithë, kalamaj nipa, estronipa, mbesa, estrembesa, ti shkollojnë në perëndim në universitetet më të shtrenjta, dhe mos i gjej asgjë. Do bëj 8 vjetor gjoja, të shkojnë në ndërmarrje atje në komunale, do japi ca lekë atij drejtorit, firmosi ai që punoi shumë mirë 8 vjetor dhe mbaroi puna. Kurse një fakir fukara që ka vjedh një buk, një që s'ka pas lekë, 20.000 lekë të paguaj energjinë elektrike në shtëpi, këta dënohen, bëjnë nga 3 vjet, nga 4 vjet burg, edhe pse kanë nga 5-6 fëmijë. Dhe i qajnë hallin pastaj, lalierit, kush do ja çoj atë kajanin në shkollë. Ka 2 gjyshet, ka 2 shërbyset, ka dhe nënën e vet, që dhe ajo është implikuar dhe ka dhe ajo kusuret e veta të mëdha, se blen tanga nga 3.000 euro, tanga me perle, apo blen 869.000 euro rroba për një vit, e tjere. Kjo është e vërteta. Por
Në këtë botë të gjitha lahen. Ambasador, të falenderoj shumë për intervistën dhe gjithë analizën që bëtë këtu me mua, ishte Edhe kënaqësi unë si të për falenderoj dhe uroj çdo të mirë, mbarësi dhe shëndet. Për ty, për median, për fundit për të gjithë shqiptarët, pa asnjë dallim. Çdo shqiptar është vëlla joni, çdo shqiptar është motra jone, duhet ta dhimbse njësoj dhe kur vjen puna te jeta dhe te shëndeti, duhet t'i urojmë vetëm të mira.